20 vjet ushtarë. Një cigare kishim, ushta mez ma parë. Djeli nga përgallte, etja nga kishtarë, nga cigarja s'doshim as njeri me undarë. Me një ze vendosën, të hirë një notari, kjo nuk është prallë, mos ju di që di. Ai që do të shkruan të emrin më madhështor, ati do të lindin cigaren në dorë. Ram të gjithë mendime, si shte fort e lehtë. Emrin më madhështor, kush kish me e gjetë? Mund qeshi ftyra. Gjeta emrin nanë, mendova cigaren, mua dhe madam. U lezuan letrat, nuk isha fitu, sepse 18 nanë kishin shkru. Shikuam një tjetrin, ftyrat shprenin malë, e nezëm cigaren dhe e thite me radhë. Djeli mas përblonte, etjen lamën jam, zemrat në galtonte, emri tash më namë. Të veçantë me një him kushuar figurës më të shenjtë nënës. Krikish me varë të prekse të padiltrajes nga poezia nënë dhe interpretuar me ndjen nga Bekim Kërbendej, ku e dhe miti fjales së ndjeshme, ku e hapim këtë promovim me poezinë e cila u shoqëruan nga tingujt e butë të kitarës në Asel Bukurës. Një muzikant i njohur që flet aty ku fjalët ndalen. Jam shumë e lumtur që sot jemi mbledhur këtu në botë librit për të promovuar një vepër që lind nga dhimbja, nga dashuria dhe nga një kujtim i përjetshëm. Gjurmë në heshtje, nga rëndësia e godanci, është më shumë se një përmbledhje poetike. Është një rrëfim i shpirtit të gruas që gjen forcën për të ecur përpara. Me kokën lart, kjo forcë buron nga figura e nënës. Frymëzimi më i madh i autorës, e cila përmes këtij libri ka vendosur ta kthejë dhimbjen në varg dhe të çojë në vend amanetin e saj. Ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj, familjar të autores, kolegë dhe dashamirës të librit. Faleminderit për prezencën tuaj. Falenderimi i veçantë shkon për drejtorin e shkollës Smet Raci, zotrin Blerim Kërbendej, ish drejtorin Ahmet Krasniqi, drejtorin Dot Grabanica, drejtorin Gani Ahmet Gjekraj, sekretarin e gjimnazit Luiz Kurakuqi Ernest Palucaj, mësimdhënësën e qytetin e Gjakovës Lindita Ramosaj, gjithashtu Nikol Gojanin, ish drejtor në Drenac, zotrin Bashkim Boti, profesor në gjimnazit Luiz Kurakuqi, gjithashtu edhe pjesëmarrës i letërsisë. Gjithashtu edhe Arif Elezaj, zëvend drejtor në shkollën Ismet Raci. Kam dirin dhe knatësin të prezantoj edhe panelin, i cili përbën nga 3 figura të rëndësishme të fushës e kulturës dhe arsimit. Zotrin Qemaj Krasniqi, kritik letrar, autor disa librave, zyrtar i drejtorisë së kulturës dhe një emër me peshë në jetën artistike dhe kulturore në vendin tonë. Gjithashtu, Suzana Gjergji, autore librash dhe zyrtare në Ministrinë e Arsimit, një grua që ka dhënë kontribut të çmuar për edukimin dhe promovimin e kulturës në vendin lokal dhe megjër. Faleminderit Suzana. Gjithashtu, Wilson Culaj, redaktori i këtij libri, autor dhe pjesë e arsimit dhe komunën e Kinës, në këtë që një mirë fjalën dhe strukturën e poezisë. Faleminderit. Gjithashtu në panel timin edhe vetë autorën e cila para nesh ka shpalosur ndjenjat e saj përmes vargjeve. Ftoj para nesh që fjalën në fillim ta merr zotri Qemaj Krasniqi për të ndarë vlerësimin e tij për librin dhe rrugtimin poetik të autores Resmia Godanci. Jo, unë për të mërë ushtë, dhe e marrë në sistem tjetër. Atëherë, kam knatësinë e veçantë të përshëndes gjithë dhe ju dhe dashamirës të librit, sidomos autorin Godanci. Fillimisht duhet kërkoj falje që nuk kam pas mundësi t'ja edhe i vështoj më të udhësishëm librit, por sido që t'jetë për autorin. Çdo libër i ri është si një lindje. Thotë është si të nxjerrësh një jetë të re, jetë që do ta bëj pastaj rrugtimin e vet jetësor dhe do të lë përshtypje, do të ndikojë tek njerëzit.
Duhet të thënë që në fillim se poezia është subjektive, është ndjenjë, është emocion. Askush base nuk mund ta bëjë për kufizimin më të mirë të poezisë se sa vetë lexuesi, i cili kur e merr një poezi, një libër për ta lexuar, nëse nuk bëhet një, identifikohet me librin, me poezitë e autorit, respektivisht krijueses, atëherë nuk mendoj që e kam rri qëllimin e vet. Por duhet pasur parasysh një fakt që poezitë vinë ashtu si vinë, ndjenjat janë ato që janë, dhe është shumë e rëndësishme që autorja, në mënyrë artistike dhe kuptim plot, arrin të shpalës idetë e pikpamjet e veta, duke dashur që emocionet personale t'i shndrojnë në art, në vlerë letrore artistike dhe t'ja jap opinionit publik si një kënaqësi e veçantë që do të ndikojë për mirë, natyrisht për mirë sidomos, por poezitë nuk janë gjithnjë ato që ne dëshirojmë t'i kemi, mbase të këndshme, të buta, të qeta, nga se në shpirtin e poetit her pas here ka dhe dallg, të cilat e rrëmbejnë njeriu, e rrëmbejnë krijuesin edhe e çojnë në herë në humnera, herë në zona ku vetëm shpirti i tij e di, vetëm ai mund të zbardhej. Por nëse poezia të jep kënaqësi gjatë leximit, është si një fllad i verës, kur e kemi përballë një nxehtë zagushi, dhe një poezi e mirë na knaq shpirtin, na levaton, na jep atë ndjenjen e qetësisë shpirtërore dhe nëse poeteshat arrin ta bëjnë këtë, atëherë vërtet mendoj që ja kanë arritur qëllimin. Unë edhe një herë i kërkoj folje zgjedhur donë të autores, me që miku im Wilsoni ditë më parë më thash që do të jem këtu, do të marr pjesë në këtë prezantim, shpalosje të një vepre letrore, por më vjen keq që nuk kam pasur mundësi ta shpletoj dhe ta analizoj. Gjithsesi, mendoj që shkrimi, publikimi i krijimeve letrore, qofshin proza apo poezi, janë shumë të rëndësishme, brend por nështë për vetë autorin, po mbi të gjitha janë të rëndësishme për komunitetin lexues, për ata që e absorbojnë letërsinë dhe e duan letërsinë. Mesazhi im që unë në komunën Orrecit merrem në sektorin e të rinjve dhe kam punë me të rinj kryesisht. Dëshira ime do të ishte që librat të shpërndohen, jo vetëm të shpërndohen vetëm në sirtar apo në rraftet tona vetëm si dekor, por edhe të lexohen. E aq më tepër të lexohen nga të rinjt e të rejat që natyrisht dihet botërisht se janë e ardhmja e çdo vendi. Për fotin tonë keq ne kemi zbrazje të vendit tonë nga të rinjt, por her pas here vrej që megjithatë nuk duhet jemi krejt pesimist, sepse ka të rinj e të reja që janë entuziastë, duan librin, dëshirojnë ta shpërndajnë librin edhe dëshirojnë të bëjnë pjesë e komunitetit letror. Një nga ato është mbesa ime, Vlenera, që i ka dhënë një ide ta bëjë një kafe librari. Është ambient shumë i këndshëm edhe për pi kafe, se ne duhet i ofrojmë lexuesit aty ku është ai, ose ku mund ta gjejmë lexuesin në mënyrë që ai të ketë kontakt me librin. Dhe një mundësi jashtëzakonisht e madhe dhe e mirë është një mundësi e bukur, gjithashtu që jemi në një vend ku ka libra, edhe ku mund të bisedojmë me miqtë tanë, edhe ku mund të shkëmbejmë ndonjë ide, mendim, pikpamje, qoftë për letërsinë, qoftë për shoqërinë apo probleme tjera. Gjithsesi, edhe një herë lejoni ta përgëzoj autorin, t'i uroj shumë sukses edhe në të ardhmen, edhe shpresoj që herave tjera nuk do t'i mbeten kaq shumë bërgj, do të kujdesen që t'jem më i fokusuar në veprat e saj, nëse ma jep këtë kënaqësi, por vërtet jam i lumtur që sot jam mesin tuaj edhe e përgëzoj autorin, uroj që të ketë sukses edhe shumë arritje të tjera në letërsi dhe në art. Ju falenderoj. Faleminderit shumë zotri Qemal Krasniqi për fjalët që i the për autorin dhe për vetë rëndësinë dhe vlerën e poezisë. Tash ftoj zotrin Bekim Kelmendi sërish të na tregojë një poezi të vetë autorës, Medaljonit i Nënës. Me qenë se më parë recitova një poezi nga Fadili Kraja, quhet Cigaria, për ndryshe.
titulli është Cigaria. Dhe me një cigare ka arrit me tregu se çfarë vlerë ka nëna. Dhe duke shfletuar në veprën e autorës, po është një poezi që joshi pak, ka pak material, po edhe lexoj. Medalioni i zemrës. Më falni, medalioni në zemër. Në qafë mbani medalion të ardë. Nuk e heq kur, as dit, as natë. Brenda ti emri yt rri gjallë, si zoj butë, si përshafimi ngrohtë, e i qartë. Që kur ike, në trupin më veti posh, po ky medalion më ngroh ende gjakun e zbutë. Si ku më flet nga thellësia e qiellit, më thotë, jam me ty, së lash në terën e jetës së vjetës. Kur lotët më vinë undorë në qas, e prej ka të formë që më jep një qast nga zlim. Më duket se ti e aty, në heshtin e bekuar, më përshafon bukë, më fshin çdo trishtim. E mbaj mi krah rrotën, si dritë e pashuar, si kujtimi i shenjtë, si dashuri e bekuar. Nuk është veç florim, as bukurimi thjesht, është zemra jote, që rre në mua për herë të heshtë. Nëse me pyesin shfret aty brenda, them, atje është imazhi i nanës, drita, moja anka. Një copë e shpirtit, një prehje pa fjalë, një dashuri që s'vdes që rron pa ndalë. Dhe kur jeta më dremit në barat e rënda, shikoj medalionin, marr frymë me qetë në brendëri jam brenda. Ju falenderoj. Faleminderit shumë për interpretimin. Gjithashtu isha të falenderoj vetë autorën për këtë vargje, ka të më thënë si për ne, si fëmijët e dikujt, për fëmijët të cilët marrin forcën nga prindrit tanë. Faleminderit që ndajte me ne emocionet dhe ndjenja që ndoshta shumë herë nuk e arritni thënë me fjalë. Në këtë rast, dua ta ftoj edhe zonjën Suzana Xhevrit të ndajë mendimin dhe reflektimin e saj për zërin poetik të gruas dhe për këtë vit për të ndjeshme që dëgjojmë të heshtura por të fuqishme. Fjala për ty. Faleminderit Mira, përshëndetje për gjithë. Nderuar mësuese Remzia, faleminderit që na ke ftuar sot dhe jemi këtu bashkë në këtë promovim. Në fol për librin nuk desha të flasë, nuk kam arritur të lexoj më përfundimisht që le analizu dhe më fol konkret për poezinë. Mirë po, desha të përgëzoj për punën që ke bërë, për shkrimin, botimin, për shkak se e di saktë çka do të thonë me boturi libër, po mbi gjitha dëshiroj të të përgëzoj për guximin me botu poezitë tua, sepse nuk është lehtë me shkruar dhe me botu, për dy arsye. E para, me mendu është gjithmonë lehtë, po me shpreh mendimin tonë me fjalë është pak më vështirë. Po nëse atë mendim vendosim me shkruar me çitën letër është shumë vështirë, sepse mbetet gjurmë jona dhe atëherë kur na nuk jemi prezent. Dhe e dyta për faktin se me shkruar një autor i ri, një vajzë e re, është pak më lehtë, ndërsa me shkruar një gru, një nan, një mësuese, duhet goxha shumë me u mat, çka me botu për shkak të barës së përgjithësisë që e kemi. Megjithatë, Profesor Remzia ka vazhduar dhe ka botu librin, sepse gjithmonë është frika e paragjykimit të asaj që kemi shkruar nga njerëzit tjerë. Nëse kish me shkruar për dashurinë si temë, gjithmonë si vend, paksa mendojmë që duhen vetëm trit me shkruar dhe jo një moshë më arritur. Nëse shkruan për çështje që e shqetësojnë vendin tonë, kombin, ka mu gjyku në aspekte politike. Nëse kish me vazhdu me shkru për arsimin të fushën cilin kontribon, prap është frika e paragjykimit se po shkruan se je mësuese, po shkruan pro ose kundër, domethënë si famën si mësuese është dy herë më vështirë, dy herë më barë me publiku një libër, një poezi, çfarë do që t'jeta janë. Kështu që të përgëzoj për punën e për guximin dhe të inkurajoj me vazhdu me shkru, pavarësisht asaj se sa keme pas frikë gjykimit, qoftë edhe të kritikës, edhe letrare dhe jo letrare, sepse shkrimi gjithmonë është një zaj i vini, e Klina ka nevojë sidomos për zonin e famës, zonin edhe dhimbjen edhe vështirësitë edhe emocionet
edhe mendimet tona si gjini femrore, me I pas shkrume, sepse shkrimi jemi na, edhe kem nevojë me mbet pjesë brezat tonë tashëm edhe atëherë kur nuk jemi. Unë nuk kam diçka ma shumë me shtu për shkak se thash nuk kam arrit me lexu poezi, në gjitha të roj shumë suksese dhe të inkuraj që gjithmonë më shkru pavarësisht gjithë shkapit. Me suksese. Suzana, dua të ftoj zotrin Wilson Culaj, I cili është dëshmitar I gjithë këtij rrugtimi të autores, njëkohësisht edhe redaktori I librit, të ndaj së bashku me ne përvojën e tij si autore dhe librave të tij, mirë po si është e jesh mbrapa shpinës një poeteshe të re në këtë rast, e cila me ty ka ndajt edhe ndjenjat, emocionet dhe komplet përmbajtjen e dorëshkrimit të saj. Sigurisht. Ju falenderoj, zot ju marr kohë se e kam konceptu shkurt të kontesën. Kam dashur një klisheve që unë kam I provoj gjatë letërsi 30 vite, e shumë fytyra, e shumë engjëj e dëmën kanë dalë përpara, I kam të I kalu. Ashtë të këtë dëma ku një rrugë me therë edhe arsit si me përbini kërë me therë, letërsi edhe piktura edhe muzika. Kjo studio thot shumë, do të me hitë nga shablone, sepse kemë përjetu gjithë kontesat 14 minuta, 16 minuta, si në të ishim nxënësit publiku, në këtë rastani jeni me shkollën adekuat, e ata super dietar, është mirë me folë për esencën. Ishim Shkodër një promovim edhe unë si tip kështu atraktiv që jam, I tham një mësuese tjetër aty, thash autori është zoti I librit, kurse redaktori është zemra e librit. Ose pas në dëgjoj. Redaktori është mirë, ose recenzenti me hek dorë nga redaktimi, më thonë nuk kam kohë, jam I ngarku, ose me marr veprimin me zemër, me emocion, e mu ba empatist mbrana librit. Ma vjedhën një thonë time para 20 viteve për panjerin në Shkodër, lexoni se libri ju ban të lirë. Ku e ka kuptimin etimologjik libertata, si revolucionet italiane, franceze. Por e ka mrena të fjalën liri. Do të më thonë sa më shumë lexoj, aq më të liri mendim, aq më pak polemi, aq më shumë argument. Rëmzin, e falenderoj që më ka besu redaktimin, unë kam redaktuar në 3-400 libra. Nuk është për opinionin me ufryt, se dinja. Kam ba dikon 67 analiza, do t'jetë që kjo, besoj, kam pas për mojnë Bogdani Polis. Analiza është arti më I rëndë. Edhe romanit edhe analizës shumë pak I qasë. Ka frikë, është bjeshke e madhe. Poezia, proza këto, e shkru në bëtën, por këto dy lamia shumë të rana, pra ata nuk marrin këtë të marrin njerëzit, e dut një kulturë shumë e madhe para prake e leximi për marrë të. Gjithë substraktin, Altin Godanci të falenderoj nga zemra për bashkëpunimin. Na kemi folë shkollën mësuesin, po Altini e kanë shumë ma zhurë, edhe avnia, t'je shkënar, edhe të falenderoj për lirin, si ke lirin e ka motit, që shboj zere, që ja ke dhamë. Për mësë më lodhë ju, unë e ka një mike shumë kusht të jetë zogaj, ki përnu në gazetari, edhe ke shkollë 2-3 gazetare ma mirë në Kosovë. E ka një intervjist në flutur Aqqa. Shumë e një orë, në krejtë shqiptari. Edhe e ba një pyetje suggestive, thët, a janë ma kryus ma të mirë moshkët e po femrat? A janë zërë përfundimin se femrat? Pse thët? Në momentin që martohen, ose vjen një ambient familjar që janë havalegji, po duke të tjerstu fjallon, aja gradualisht margaritarin e vetë fillën të zbetët të kufizimet e bojnë gjysmake. Moshkët se egoista, veprojnë. Edhe kalojnë edhe bani janë, kushtimisht. E unë menojnë në shpirt, dhe fjalla Eva, nga Biblia dhe Koran, dhe më thonë gjallonise, aja që jep jetën. E mu kom vjen mirë se Rema, ja ka dhanë jetën 3 djemve të mirë, vajzë dhja hirë, edhe I ka dhanë jetë librit edhe kulturës tonë. Dhe më kjo është mirë, për momentin është jashtëzakonisht mirë, e urej sukses. Po që durimi e 3 minuta, për lezoj kontesën, sepse qëllimisht Gjeler kam dashtë me qenë ky model I promovimit. Jo I klisheve kompozitetet të kota. Nasër Dula, falenderoj nga zemra për prezencën, kjo janë njëri jashtëzakonisht I njohur trojë shqiptar për muzikën, koordinatori 4 festivaleve. Por e ka atë shpirtin e altruist gjithmonë ku ka art, edhe provincë, se në provincë histori të provincë. Ky nuk bërën, a janë këtë 5.000 veta, 10.000 tallat, a janë 30 veta, thjesht do mi kontribuar, të ka orë me pashortës, s'ga bëja.
edhe ka, edhe kjo është profesorisht, edhe janë një qëtë jashtëzakonisht të mirë. Kur I kam titullu kështu poezi, edhe atëherë përfundon pjesa e madhe dhe aferim më të tillë. Poezi melodike që depërtojnë natyrshëm në thelbin e jetës dhe dashurisë familjare dhe asaj altruiste. Libri poetik Gjurmë në heshtje I autores Remzie Dragidella Godanci është një buqet poetike të cilat prekin emocionin e çdo lexuesi I cili rekapitulon kujtesën si një akt sublim jetësor. Natyrshmëria e vargut e poetës dhe mësimdhënëses Remzie Dragidella Godanci është substrakt I shpirtëror dhe I kujtesës që dhen dhe e bën krenare autoren për motivet që ngërthen e vetë ky libër poetik. Lenda apo materia poetike, që në fillim të duket të zakonshme, por në fakt aty shfaqet një shpirt I thellë dhe altruist përballë sfidave dhe ukryqeve që sjell jeta. Përballë altruizmit të saj të natyrshëm me hipokrizitë e shekullit. Dashuria ndërnjerëzore dhe pa maska, me maskat dhe joshet e atyre që nuk dinë të kuptojnë dëshira dhe botën transparente. Në strukturën e këtyre poezive dominon një mesazh human, se vetëm dashuria do shpëtoj botën dhe se vetëm një zemër e pastër hap shtigje për një jetë të lumtur. Vargu I lirë dhe metaforik e pasuron librin jo si shquarje për ndonjë përvetizën të vargut apo filozofi rënduese, por se vargjësës e saj korrespondojnë natyrshëm me shpirtin e saj krijues. Remzie Godanci dhe me lexuesin, të cilët pa dashje janë përballur me situata të tilla ekzistenciale të jetës e përjetimit. Receptuesi I lexues bën në fakt pjesë e librit gjatë shënimit të këtyre poezive. Ai befa se gjen veten në vorbullën e kësaj shumësie të subjekteve e motiveve të larmishme që ngërthen në vetë ky libër poetik. Motivet janë prekse, por të shoqëruara me një stoicizëm të heshtur dhe shpirtin e pathyeshëm dhe vizionar të poetës. Ajo në filantropinë e saj dhe në antropologjinë poetike ushqen tharmin e mirësisë, humanizmit, dashurisë, sfides, paqes, ndjetesës, melankolisë, mallëngjimeve e përjetimeve të skajshme deri në kufijtë e sakrales. Autoria Godanci nuk di të mallkoj përmes vargjeve as me sy, as me vesh, as me gojë, por me shpatën e saj poetike është një qërtim sa nihilist, paq moralist e idealist për cenet e cekësit tona dhe në mesazhe dritë larta për një jetë më të mirë, jetë në pace e në harmoni ndërnjerëzore. Autoria Godanci përmes këtyre mesazheve poetike kërkon një rrym real, të ndjeshëm, vizionar, të arsyeshëm dhe shpirtëror. Poezit me motive familjare e sociale janë plak poetike për far planit ideoartistik dhe poetizmit të saj të tekstuar, aja nuk ngret pirgje pikëllimi, por të shpresës dhe dashurisë në vepër, për njerëzit, prindërit, fëmijët, bashkëshortin dhe shoqërinë e botën në përgjithësi. Në gjithë strukturën e poezive dominon një dhimbje e theksuar moraliste, e cila nxohet sa tek motive sociale, po aq të ato familjare, prindërore, ku në qendër të muzës kreative qëndron figura e nenës si gjurmë në heshtje. Po aq në 133. Një model kreativ unikat dhe si frymëzuese e jetës për autorin. Vargjet e lira dhe me mesazhe të forta e bëjnë për vetë lexuesin sepse temat ekzistenciale që ngërthen në vëllimin poetik autoria Godanci japin shenjat e një poete të pjekur artistikisht, emocionalisht dhe në aspektin intelektual dhe empatizmit të theksuar të jetës. Ky katarzis shpirtëror dhe muri kujtesës janë bërë shkaqe dhe model I një hapje qiellore e poetike për autorin që ditë ndjej në të gjitha prizmat të jetës. Empatizmi e theksuar I dashurisë familjare e ndërnjerëzore e bën të veçantë këtë libër poetik që ngrej mesazhe humane rrallë të trajtuara në nivel kaq të lartë nga ndonjë poet tjetër. Kjo urë poetike që ndërlidh brezat, grupet shoqërore dhe lirinë shpirtërore, gjen ta bëjnë një me mallështi shpirtërore personale në substraktin e saj poetik. Është fenomen I rrallë letrar pothuajse I harruar nga superegoja njerëzore.
Këto shprehje e emocione qëndrojnë edhe prej fuqisë poetike si një relikt kohërash e gjakimesh feministe, humaniste e ekzistenciale që kalisin poetikisht sagën e dykosisë e përjetimeve empirike që vetëm një frymë gjallëruese viti shndroi në art letrare poetik. Këto reflektime poetike janë në fakt një shkundje e re që të shtyjnë të na hapet një dritare e re e vizionit, vetëdijësimit dhe unifikimit human deri në shkallën e një jete idealiste. Është gruaja stoike që ligjeron përmes ditarit familjar dhe të përjetime personale për veshët tanë të shurdhër. Remzia Godanci është kamban e pazën dhe mëzën, por edhe shpreh luftën shpirtërore pa armë. Në këtë linjë receptojmë këtë libër edhe poetizmin si shtys e model i identitetit e integritetit personal që kudo shkon, vetën e saj e bart me vete. Si një akt sublim i një shpirti stoik dhe vizionar e dritlarët. Kjo mbretëri personale e shoqëron edhe mbretërinë e saj poetike si shpalosje e vlera ndaj vetes, familjes, shoqërisë dhe botës së saj letrare që gozimshëm po të rket në portat e saja. Te kryosh, dhe me thonë, ta vrastesh vdekjen, thoshte dikur kritikun jo Ronald Roland. Cëllën vdekjen e kotësisë, dy gjana që nuk kthehen jetë janë vdekje dhe kohë. S'kam shkam ju ligjeru këtu. Lumja që e nxan kohën, edhe veprimin konkret, rëmzit përgëzoj shumë, s'du t'ju lodhi ma shumë, jam i lumtur me këtë pamje, na ju shumë ju ma mirë si ju neve, edhe vërtet është një model i promovimit evropian. Na ishte para Evropës dikur, po mira më këtyn shpiton, edhe ju falenderoj nga zemra që majnë. Edhe e kemë këllmendin e kam shumë e kërbusht, na marrën pjesë të qinda takime. Kjo i fisit këllmendin, me këtë zatën kërmisë të pështër, zhuk, se s'ka më artesian, ka një drama atës, kjo kur kryet promovimin ka do fjallë me mu. Ju falenderoj për prezencën të tërë shkollave, kolege, se jo njënin 2% ose 1%, hera parë që shkolla i së në trasë, në kemë bëmë aktivitet me Amet Krasniqin, vlaja, mashtore, në kemë në me qekën, po në këtë forme letrare, hera parë që ka që numër konsideru për në këtë përgjegjë, ashtë mirë kjo punë, se klinës, mos me ndoni që kam japu një leku kulturën, po ne, sakrifica jonë, dëshira për me pati shka ma bukër. Edhe urime rëmzi, unë s'di shka me tha ma shumë, Gliner, shkelqet me modelin tanë. Faleminderit shumë për fjalët. Para ju duhet të ndaj parathënien e librit, sepse parathënia është hyrjen e sinqertë në zemrën e autorës, duke ndjerë një dhimbjen, frymëzimin, dashurinë dhe gjithçka që para ju ka ndjerë gjatë shkrimit të këtyre vargjeve. Peng për nanën. Ka fjalë që nuk u than kur me kohë. Ka dashuri që nuk mahet në dhurata, por me përpjekje. Poezi që vin është një peng i zbetur në zemër, një fjalë që të doja të thosha më shpesh, një përqaftim që ku nuk e durova mjaftueshëm, një falënderim që mbeti penzull në ajër, për nënën time që dha gjithçka pa kërkuar asgjë. E dua përjetësisht dhe më mungon kohësisht. Nderuar Sonja Resmia, gjithashtu Remzia Palme, gjithashtu edhe në sinvëndse e jona, jina shumë e lumtur kur lexova këto vargje të tua që na dhanë një ndjenjë shumë amësore me ndjenjen e nanës që secili prej neve besoj u prek për këtyre vargjeve. Për ne sidomos që kemi nana gjallë është një shembull që ta t'i mbajmë afër, t'i duam dhe t'i respektojmë, mbi të gjitha t'i vlerësojmë dhe t'i kemi frymëzim për të ecur përpara. Jeni frymëzim për ne gjeneratat e reja dhe jam shumë e lumtur që nxënësit kanë para vetës e të shohin çdo ditë me këto vlera që ke si person. Në këtë rast dua të ftoj, e di që ke shumë emocione, por dua të ftoj për një fjalë që më nda pak a shumë ndjenjat e tua mbi këtë sukses që ke arritur sot. Unë kam emocion e për këtë arsye dhe më idejën e ta lexoj. Se e di që ndoshta u krapoj gjatë, kështu që ndoshta me letër përpara më le të them. Të nderuar me familjar,
kolegëve dashamirë të fjallës së shkruar. Ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj sot në këtë ditë të veçantë për mua. Kjo është një ditë e ndëruar, e pritur gjatë dhe e ngarkuar me emocione që zërë përshkruhen në fjalë, edhe pse pikërisht fjala është ajo që na ka udhëhequr në këtë rrugtim. Libri që po prezantojmë dhe që prezantuam nuk është vetëm një përmbledhje poezish, është një rrëfim i heshtur i shpirtit tim, një dëshmi e ndjenjave, kujtimeve dhe përjetimeve që me kanë shoqëruar ndër vite. Çdo varg është një copëz e imja, një zë që ka pritur gjatë të dëgjohet. Kjo vepër i kushtohet të gjithë atyre që ndihen ndonjëherë të pakuptuar, të gjithë atyre që vuajnë në heshtje, dashurojnë në heshtje dhe shpresojnë në heshtje. Sepse heshtja nuk është supersti, ajo është një formë e thellë të jetuarit. Ju falenderoj që jeni këtu për të ndarë këtë çast me mua dhe për të dhënë krah zërit tim poetik. Shpresoj që në përfaqet të këtij libri të gjeni edhe pak nga vetja juaj, me shumë mirënjohje dhe dashuri nga ana Mzia Godanci. Mos më përzi plenere se kjo do të patetike. Ne pas një shansë të mirë, edhe fata të bëjmë, edhe do ta shfrytëzojmë si një lloj koktejli këtu për me shkëlqyer mendimet dhe emocionet. Plenere në orën të, edhe unë jam i lumtur për këtë model promovimit. Kam pa qytete të tjera, po mirë ashtu të më instalu. Para përfundimit të këtij takimi, dua ta falenderoj edhe një herë autoren e cila na dha një vetë thesar për të gjithë lexuesit dhe ju uroj që secili prej jush ta marrë librin e dorë dhe ta lexoj. Ta mbajt afër secilin varg të autorit dhe ta çmoj kontributin e saj që e dha edhe për ne. Ajo nuk e bëri këtë vetëm për veten, por ajo e bëri për secilin prej nesh. Sepse vargjet që lexojmë mund të na kontribuojnë shumë në jetën tonë të përditshme, të marrë parasysh rrethonat dhe të përditshmërinë që ne po e kalojmë sot. Jemi larguar pa nga rrethi familjar, sfidat dhe përkushtimi për punën na ka bërë që t'i lajmë njëan gjanat që ndoshta kanë rëndësi më të madhe për ne. Faleminderit shumë edhe një herë. Gjithashtu, ju falenderoj secilin prej jush që keni gjetur kohën me qenë prezant sot në këtë takim. Ky nuk ka qenë thjesht një takim, por ka qenë një takim ndjenjash që do të ndajmë dhe do ta vazhdojmë të ndajmë emocionet të njëri tjetrin. Libri Gjurmë në heshtje është një zë i butë, por i qartë. Gjithashtu ju ftoj të jeni prezant edhe për një kohë të caktuar, ku kemi mundësinë të bashkë bisedojmë dhe të kalojmë kohë me njëri tjetrin, gjithashtu edhe pse jo të ndajmë ndonjë varg që veç e kemi rujtë te notës të telefonit. Secili prej nesh i ka disa vargje që i mban në zemër, në shpirt, e që duhet të vi momenti që të ndaj edhe me njerëzit e tjerë. Shumë faleminderit për prezencën e juaj dhe mirë se erdhët botë librit. Bravo.